Të dashur dëgjues, mirëmbrëma. Nga Radio Tirana po transmetojmë rubrikën sportive të dielës. Përshëndetje miq, kjo diel bart me vete edhe trishtimin e shuarës së Ismet Bellovës, ikona e mikrofonit sportiv, gazetari, komentatori e publicisti, do të flas tashmë vetëm me kontributin e çmuar që ka lënë në sport. Mentor i brezave të rinj të komentatorëve, ai ndoshta është njeriu me ndikimin më të madh në gazetarinë sportive në vend. Do të na mungojë zëri i tij pa ngatrueshëm radiofonik dhe i emisioneve rubrike sportive dhe nga njëra ndeshje në tjetrën. Mirë se erdhe Ardi Bari, mirë se erdhe Sokol Burgu. Sot e nisim trisht me një mungesë që do ta ndjejmë të paktën ne që jemi të profesionit. Absolutisht po. Një zë unik, e të thuash pak, ka qenë një zë klasik që nuk mund të kuptohet kur pas simbiozën me futbollin e atërshëm, me figurat e shumta të atërshme. Ne jemi rritur me zërin e tij, duke dëgjuar në radio, duke na shoqëruar pastaj edhe në për rubrikat sportive, në transmetimin e ndeshjeve në televizion. Është pak të thuash që do mungoj. I humb një nuancë gazetarisë sportive, një nuancë jo e lehtë, një nuancë shumë e fortë. E gjithsesi le të jetë shembull për brezat e ardhshëm, një gjithë kontributi i tij pa shlyer në futbollin tonë. Në fakt, Bulgu, është vërtet ajo që thotë edhe Behari, do të jetë dhe ka qenë një shembull për brezat e rinj, qoftë gazetarëve, por edhe të komentatorëve aty ku ai ishte diferencues për mënyrën se si ti mbronte zëri i tij. Natyrisht është pa diskutim është një humbje e madhe e gazetarisë sportive, sepse tha pak Ardi, përveç se ne jemi rritur me zërin e atij, na ka shoqëruar në çdo ndeshje, në çdo transmetim televiziv ose radiofonik, dhe figura e tij merr më shumë vlera shumë të mëdha, sepse është shembull dhe mentor, atë që ju e përmendët për brezin e ri, sepse me të vërtetë në kujtesën tonë ai do ngelet një zë i rrallë dhe do na shoqërojë gjatë gjithë atyre jo vetëm brezave tonë, por edhe brezave që kanë ardhur në vazhdim, do na shoqërojë dhe do na ngelet në kujtesë zëri i tij që ishte unik dhe i rrallë dhe nostalgjik, pra do bëhemi nostalgjik viteve në vazhdim. Mendoj që është një figurë e rrallë dhe e pazëvendësueshme, pra nuk mendoj që do kthehet një njeri tjetër që ta zëvendësojë, pra është i pazëvendësueshëm. Redaksia e RTS Sport bashkohet me dhimbjen e familjes Bellova dhe i shpreh ngushëllime të sinqerta. Ndërkohë do të ndalemi tek kategoria e parë, sepse dy ndeshje të rëndësishme që do të luhen kuadër të javës 17 të kampionatit dhe do të vinë drejt për drejt në rrjetin e radio televizionit shqiptar meritojnë vëmendje maksimale. Sigurisht që në Kukës takohen ekstremet e rënditjes me Skënderbeun që do të dojë të vazhdojë rrugtimin drejt të kthimit në elitë. Një ndeshje nostalgjike për Ernest Gjokën që me kuksianët ka fituar titullin kampion duke rrëmbyer pikërisht skuadrës që drejton sot. Pastaj Besa pret në Luz Ilirin në një ndeshje ku kërkohet fitoria e tretë radhazi e Maganit, por që njëkohësisht do ta fuste atë në zonën play-off duke parakaluar pikërisht fushkruese. Cili qoftë, java e 17 e kategorisë parë përmbyllet me sfidën Korabi dhe Burreli, një ndeshje që ishte programuar për të luajtur dje, u shtyp për shkak të kushteve atmosferike, por nuk do të luhet as sot siç ishte menduar, sepse me dakordsinë e dy klubeve do të luhet pikërisht në datën 23 dhjetor. Shohim edhe javën e 17 të kategorisë parë, Korabi Burreli, pra është ndeshja që do të luhet në 23 dhjetor, Besa Iliria do të transmetohet në RTS 2 në orën 13:30 dhe Kuksi Skënderbeu në RTS Sport në orën 13:30. Ndërkohë janë luajtur 3 ndeshjet e tjera të javës. Luftëtari është mundur 2-3 nga Pogradeci, Kastrioti ka mposhtur 2-1 Lushnjën dhe Apolonia është mundur në Fier 0-2 nga Laçi. Renditja sheh lider Skënderbeun me 37 pikë, Laçi
33, Pogradeci 32, Kastrioti 24, Apolonia 22, Poajsa Iliria, Besa 20, Poajsa Korabi dhe Burreli, Lushnja 16, Luftëtari 11, i fundit Kuksi në kuotën e 9 pikëve. Beari, ekstremet e renditjes dhe unë thash ndeshje nostalgjike për Gjokën. Okej, për të shkuarën po, në fakt, për atë që ka kaluar Gjoka te Kuksi. Por aktualiteti flet ndryshe. Gjokësi duhet të fitoj, se jo vetëm duke përfituar nga situata e Kuksit, po edhe për të thelluar atë distancën me ndjekësin më të afërt dhe për t'i marrë atë distancën e sigurisë që i jep komoditetin të vazhdoj punën i qetë për në vijimin e kampionatit. Kuksi në ujëra të turbullat, kjo është pak, e thënë kështu, dhe për më shumë se pikët e munguara, për më shumë se pozicionin në tabelën e klasifikimit, e rëndojnë problematikat që e kanë shoqëruar gjatë ti sezoni. I bazuar në lojtar të rinj, sigurisht që ka një lloj qëllimi tjetër për të rritur dhe për të zhvilluar lojtar të moshave të reja. Do të shkojmë menjëherë në Kukës, ku është kolegu Dashamir Sheu dhe do të na informojnë lidhje me gjithçka ndodh në vigjilje të sfidës mes Kukësit dhe Skënderbeut, por edhe me vendosjen e formacioneve nga dy teknikët. Përshëndetje Sheu. Ju përshëndesim nga Kukës Arena. Atëherë, si është gjendja e dy skuadrave? Ka mungesa dhe nëse i kemi formacionet, mund të na i thuash. Presim që për pak minuta të startoj ndeshja mes Kukësit dhe Skënderbeut, një ndeshje që ka një hendek të madh, le të themi, mes dy skuadrave. Kuksi i pozicionuar në vendin e fundit dhe teksa duket edhe i përhumbur për shkak të mosgjetjes së rezultateve prej kohësh, por edhe performancën e dobët që ka zhvilluar ndeshjeve të fundit ka bërë që të pozicionohet në vendin e fundit, ndërsa Skënderbeut tashmë në krye të tabelës kryeson, ndërsa Kukësit me patjetër i duhet që të marrë këtë fitore për shkak të mbijetesës dhe të mos rrezikojë rënien nga kategoria e parë. Tashmë janë zbardhur edhe informacionet që të dyja skuadrat kanë zgjedhur për të zbritur në fushë. Kemi Ilir Pujen që duhet teksuar se është zëvendës trajner aktualisht derisa që skuadra e Verilindorit të gjejë një trajner stabil, përkohësisht është vendosur Ilir Puja me formacionin 4-2-3-1. Kemi në portë Samuel, ndërsa në mbrojtje vijon Wilson, Mejdani, Lamellari dhe Jackson. Ndërsa mes fushën ja ka besuar Sefas dhe Fejzajt, po ashtu vijon edhe qendra sulmuese me Grezden, Hila në Bespalla, ndërsa qendra sulmues është Birçaj. Për të vijuar më tej me Skënderbeun, ku Ernest Gjoka ka zbatuar formacionin 4-3-3, është Alia në portë, Zenullari, Shaqe, Ramos, Vangjeli në mbrojtje, ndërsa Janaçi, Abubakar dhe Musa në mesfush, Nasër Taja dhe Quqka në qendërmbrojtës. Pra këto informacionet e publikuara nga të dyja skuadrat, sfida pritet të nis pas pak, një ndeshje që u vlen të dyja skuadrave dhe Skënderbeut për të shkputur nga ndjekësi më i afërt siç është Laçi, por edhe Kukësit i duhet për të siguruar mbijetesën, le të themi. Faleminderit Dashamir. Ndërsa arbitër do të jetë Egli Mengshi, i parë asistent. Arbitri i parë do të jetë Bledar Mesi, i dyti Alvinos Mugja, i treti Sulko Granit, ndërsa Arbitri i katërt, po? Le të themi që kjo është panorama e ndeshjes përpara së të nisë. Ndërsa i katërti është Granit Sulko. Faleminderit Dashamir dhe shpresojmë që të shohim një ndeshje të bukur dhe me ritëm, edhe pse pozitat janë ekstreme të renditjes. Bulku, kemi një Kukës që edhe trenerin e ka provizor dhe vështirë se mund të arrijë një skuadër e tillë që është në vendin e fundit me rezultatet që mungojnë, me një trener provizor që improvizon gjithashtu edhe formacionet dhe lojtarët, të arrijë dhe të bëjë rezultat përballë kryesuesve të kampionatit që janë për më tepër një skuadër solide dhe që shkon ndoshta më e sigurta drejt ngjitjes direkte në abisën superiore. Është e vërtet që Kuksi është në situatë vështirë, se përveç se i mungon drejtimi, sepse ndryshe është zëvendës trajneri dhe ndryshe është një trajner ose një staf i ri, sepse dhe lojtarët marrin komanda ose motivohen më shumë, sidomos javët e para të stafit të ri.
Por Kuksi duke pasur këto probleme, unë shoh shumë lojtarë me moshë të re që aktivizohen dhe mendoj që duhet bëjnë më shumë, pra kanë mundësi që duhet bëjnë më shumë, sidomos në fushën e tyre. Kanë përballë Skënderbeun që është një ekip shumë i fortë dhe nuk ekstremitetet e tardë janë shumë të mëdha dhe nuk kanë lidhje fare me atë që kanë bërë ose me nostalgjinë që ju e përmendet. Mendoj që formacioni është 4-2-3-1. Sefa dhe Fejzaj mund të jenë dy lojtarë që mbajnë ekuilibër, sepse Skënderbeu është shumë i fortë në tranzicionin pozitiv, pra. Dhe mendoj që ka dy linja, 6 lojtarë, 4 mbrojtësa dhe 2 lojtarët Sefa dhe Fejzaj, dhe Grezda dhe Bespada do jenë lojtarë që duhet bënë anën e fortë markimit, sepse në krahun e majt është Naser, një lojtar shumë i shpejtë ku bazohet dhe manovra e Skënderbeut. Dhe Birçaj është një lojtar që përveç se krijon sponde dhe mban presionin e mbrojtjes kundërshtar, kërkon vertikalizim, thellësi. Pra është një lojtar i shpejtë që mendoj që duhet të rrezikojë dhe është i rrezikshëm për mbrojtjen e Skënderbeut. Okej, shohim edhe formacionin e Skënderbeut, Bari 4-3-3, ndoshta një që me vendosjen Gjoka tregon që ka ardhur për të marrë pikët aty. Po jo, nuk ka ndryshuar dhe besoj se Janaçi dhe Abubakar do jenë ata lojtarët që do bëjnë dyshen para mbrojtjes dhe Musa do jetë lojtari që do lojë midis linjave. Ajo që ka një ndryshim dy në fakt, ndryshime bashkë me Musën, është edhe Zenullari në krahun e majt nga ndeshja e kaluar dhe ngelet një informacion kompakt, ngelet një informacion që Gjoka i ka dhënë vazhdimsi lojtarëve. Është e vështirë përveç se do një dëmtimi apo ndëshkimi me kartona të ketë rotacione në formacione, edhe pse përballë ka vendin e fundit dhe duhet që ishte brenda logjikës që të kishte edhe rotacion për të dhënë minuta lojtarëve të tjerë. Gjithsesi, kjo tregon vlerësimin që klubi i ka bërë kësaj ndeshje për të marrë 3 pikët e domosdoshme. Është një formacion, një vendosje me shumë linja, sepse thash që në manovrën sulmuese bëhet me 3 me kulm poshtë për të shtuar sa më shumë linja dhe në zonën e zhvillimit të aksionit, një nga mesfushorët në rotacion kalon në zonat e sipërme të saj duke krijuar edhe një linjë tjetër më shumë, pra në ndajën të 3 lojtarët në linjë vertikale në zonat e qendrës, me zinxhirët ansor shumë aktiv, si Vangjeli në krah djathtë bashkë me Çuçkën dhe Zenullarin me Nasërin në krahun e majt. Pra ka në dispozicion më shumë se disa armë për të zgjidhur ndeshjen dhe kualitetin e nevojshëm për të marrë këtë 3 pikë që e ka detyrë. Detyrë, po megjithatë diferencat të mëdha mes kualitetit që ka Skënderbeu. Po sepse do të thosha që thash edhe një herë që kualiteti nuk diskutohet fare që ka diferencë të madhe, por një nga objektivat e Kuksit, po themi kështu me ata lojtarë që pash, është rritja lojtarëve të rinj. Bespallov është datëlindja 2005, Onex Grezda është datëlindja 2007, Hilaj është datëlindja 2004, Lamellari është datëlindja 2005. Pra, është duke sigurisht nuk del asnjëri humbur, po themi kështu në strategjinë e tij Kuksi, edhe pse mund të bjerë në kategoria, në fund të ditës do ketë disa lojtar në dispozicion, lojtar të rinj që i ka dhënë minuta. Burgu, e sheh një ndeshje që të mund të ketë rivalitet, duke i parë edhe formacionin e Kuksit, por edhe të Skënderbeut? Tani ne gjithmonë jemi në kuadrin e parashikimeve të parandeshjes dhe mendoj që nuk do ketë, nga që janë diferencat shumë të mëdha, nuk do ketë rivalitet, por e rëndësishme është që Skënderbeu gjithmonë pjesët e para, nga e ka prekur dhe e ka thënë dhe trajneri Gjoka që përshtatja me disa fusha është vështirësi dhe ka treguar jo atë manovrën fluide si që tregon pjesën e dytë. E pam edhe ndeshjen në pjesën e parë me Laçin që vuajti shumë agresivitetin e Laçit ose e bën atë ndryshimin e ritmit në pjesën e dytë. Pjesën e dytë pastaj ndryshon ritmin dhe bëhet nuk ka skuadra që është ajo që ne kemi parë dhe njohim. Okej, do të shkojmë tashmë në kavaj në vigjilje të sfidës mes Besës dhe Ilirisë, shumë e rëndësishme për të përfshirë në zonën play-off. Është kolegu Erkan Çutra. Përshëndetje Erkan.
Përshëndetje Eno, në fakt ndihet atmosfera në stadium, në një ndeshje që vlen më shumë se 3 pikë të ndërgjegjshëm të dyja ekipet që kërkojnë të arrijnë objektiva sezonal në fundin e vitit 2025. Besa në ndërtimin e Gugash Magani në 2 ndeshje ka arritur 2 fitore dhe me një lojë mund të themi mjaft të bukur ka injektuar një lojë besimi tek skuadra, por gjithashtu edhe tek tifozët për të arritur zonën play-off ku është më pranë se kur, ndërsa Iliria vjen në këtë transfert me një objektiv të qartë për të marrë pikët maksimale dhe për të ruajtur 6 vendet e para. Shpejt e shpejt ju njoh me informacionet e 2 ekipeve, fillimisht me skuadrën e Besës. Duhet thënë që ekipi Kavajas ka 2 mungesa shumë të rëndësishme në repartin e mbrojtjes, nuk është Nuredin për shkak të kartonit të kuq të marrë në sfidën kundër Lushnjës, mungon edhe Kapo për një gjendje gripale. Trajneri Gugash Magani është munduar të improvizojë disi në qendrën e mbrojtjes, vjen me rreshtimin 4-3-3, në port është Abdullahu, 2 qendrat e mbrojtjes përbëhen me Hebeja dhe Neto, ndërkohë Beqa në krahun e djathtë dhe Nuria në krahun e majtë të mbrojtjes. Hasani Migone dhe Danaj janë në mesfush, nuk është se ndryshon diçka trajneri Magani në këtë repart, ndërsa treshja e sulmit përbëhet me William Cordero, Spahiu dhe në majën e sulmit Cinedu. Një lajm i fundit në klubin Kavajas është se Besa ka shkëputur kontratat me 2 lojtar, bëhet fjalë për mesfushorin Aneni, i cili sezonin e kaluar ishte pjesë e ekipit të Vorës, dhe sulmuesit Brandao, për shkak se nuk është se kanë shfaqur më të mirën e tyre dhe klubi ka vendosur të ndërpres kontratat me 2 lojtarët. Ndërkohë në krahun tjetër, Iliria drejtuar nga Dritan Smali vjen po me të njëjtën rreshtim 4-3-3, të gjithë lojtarët janë në dispozicion të teknikut, duke filluar në port nga Dashamir Gjika, Demiraj, Adol Selmani, Peposhi dhe Kallaku formojnë në mbrojtjen, Mazreka, Stafa dhe Djara në mesfush, ndërsa Gresil Lika, Santiago Selmani dhe Latif do t'jenë në fazën e sulmit. Vendos drejtësi në këtë përballje Laver Alla, ndeshja e tij e 31 në kategorinë e parë dhe asistentet e tij Dionis Mile dhe Maldin Sina. Faleminderit Erkan për gjithë informacionet që na sollen nga vigjilja e sfidës mes Besës dhe Ilirisë, ndeshje shumë e rëndësishme Beari edhe për të përfshirë në atë zonën e play-offit ku të dyja skuadrat tashmë kanë aspiratat e tyre. Një fitore e Besës do ta ndryshonte historinë, do ta kalonte Ilirin, ndërsa Iliria shpreson që jo vetëm Ilirin. Iliria shpreson që të fitojë dhe ta mbajë pas një kundërshtar të rrezikshëm si Besa. Po do të ngjitej edhe dy pozicione më lart Besa. Për mua është prova generale në fakt e Maganit, sepse ka bërë jo mirë, po shumë mirë. E treta e vërteta. Jo, ka bërë jo mirë, po shumë mirë, në një skuadër ku mungon të besimi, sepse kualiteti ka qënë deri diku, dhe ka rregulluar në gjykimin tim me aq sa kam parë fazën mbrojtëse të skuadrës, si skuadër, dhe sigurisht është shprehur shumë më mirë në manovrën sulmuese. Dhe rezultatet që ka marrë kanë qenë rezultate 2 fitore të cilat më shumë se gjithçka kanë kthyer besimin në skuadër. Dhe sot është një ndeshje me një rival direkt, po themi, në luftën për të pozicionuar në pjesën e sipërme të tabelës klasifikimit, dhe ka përballë një kundërshtar shumë të vështirë. Një kundërshtar që më shumë se në gjithçka suksesin e mbështet në luftën sportive. Janë lojtarë të etur për të luajtur futboll. Dhe kjo është vështirësia e vetme e Maganit, sepse në kualitet mendoj që skuadra e Besës është më mirë se sa Iliria, por në pjesën e luftës sportive... Edhe me 2 mungesat që ka? Po, edhe me 2 mungesat, sepse kontingentin e ka pasur, kontingentin e ka të plot Besa. Dhe besoj se do të jenë në lartësinë e ndeshjes edhe zvendësuesit, edhe pse duhet thënë që nuk i kanë minutat e plota, apo themi nuk kanë pasur shumë minuta në dispozicion për të pasur ritmin dhe për të përballuar, sepse në gjykimin tim është një finale, kjo është një finale shumë e rëndësishme, sepse edhe mendoj që edhe dinamika taktike në këtë ndeshje do të jenë të tilla që Iliria do të jetë pak më kujdesshme për të mos lejuar Besën të marrë territor, por njëkohësisht të ketë hapësirën mbas shpinës së mbrojtjes së
së Besës për të kapur me kundërsulmet e tyre. Kështu që është një ndeshje gjitha për të parë, në fakt dhe armën më të fortë të kësaj Bese unë shikoj mezin e fushës. Janë lojtarë me shumë eksperiencë, lojtarë me cilësit mira, me kualitet dhe mbi të gjitha me shumë personalitet të aftë për të përballuar të kategori. Okej, shohim edhe formacionin e Ilirisë, Bulku, një skuadër që duhet të ringrihet pas një humbje në ndeshjen e prapambetur me Skënderbeun. Një 4-3-3 e Smajlit, por që sigurisht do të ketë një provë të vështirë përballë Besës. Pa diskutim, është një ndeshje shumë e vështirë. Duhet parë se me çfarë strategjie trajneri Smajler se vërtet ne e shohim 4-3-3, po mund të jetë edhe një 4-4-1-1 ose 4-2-3-1, por unë mendoj që Lika mund të jetë e ka përdorur shumë shpesh djathtas, pra nuk e di dhe krijon atë shpejtësinë e manovrës sulmuese, pra se Lika është një lojtar i shpejtë, hyn në situatë 1-kundra-1. Këto janë lojtarët që ka zgjedhur nga fillimi dhe nuk besoj se nga organika, përveç se lojtarëve që janë dënuar. Duke qenë që është një skuadër agresive, ne kemi parë Ilirin, paktën në ndeshjet brenda. Çfarë lloj ndeshje mendon që do të bëhet mes Besës dhe Ilirisë? Po sigurisht, pjesën e parë gjithmonë Iliria pret me një blok të mesëm ose edhe tulët dhe tenton rinisje. Tani duhet parë, do bëjë një pressing ultraofensiv duke ditur që dhe organika e Besës ka lojtar me kualitet, pra që do ta ndërtojnë lojën nga poshtë, apo do ri gjithmonë në pozita pritje dhe me ato rinisjet e shpejta, sidomos e theksova me Likën që është shumë i rrezikshëm. Dhe është e fortë shumë në goditje standarde. Pra, Iliria do shfrytëzojë çdo goditje standarde, qoftë faullat nga zona nga 2/3 e fushës ose te goditjet nga këndi. Kështu që varet se si trajneri Smajlaj vjen nga një ndeshje në mesjavë që mund të ketë harxuar energji, sepse duke ditur që luante me Skënderbeun në zotrimin e topit që ka Skënderbeu detyrimisht ka harxuar energji. Pra duhet të jetë pragmatiste dhe të jetë sa më koncize dhe efikase në ato momente që do të dalë. Me atë që unë gjykoj, Kolindjes, shikoj Mazrekan si ai lojtari pa pozicion. Në kuptimin që do të jetë i gatshëm, absolutisht po, do të jetë i gatshëm për të qenë pika e referimit për rinisjen e tranzicioneve pozitive, pra të kundërsulme, për të shfrytzuar shpejtësinë si të Likës edhe Latif. Edhe Latif është shumë i shpejt. Dhe pika e referimit e para duhet jetë Mazrekaj, ose do të jetë gjithmonë në mbështetje te Selmani, që është një lojtar me statur të mirë, i fortë, që është një nënç tipik, po themi, për të ngritur skuadrën lart. Pra këto do janë armët dhe për të bërë këtë, normalisht pozicionimi fillestar, kur nuk e ka topin në zotrim, duhet jetë një në zonën e mezit të fushës, pra një bloki mesëm, po qoftë edhe i ullët kur skuadra e Besës do t'i imponohet. Unë mendoj që kjo do t'jetë strategjia paka shumë, sepse këshu mund t'i luet edhe për shkak të argjimit e energjive në ndeshjen paraardhëse. Dhe ngarkesës së kësaj ndeshje, se ka ngarkesë emocionale të madhe, psikologjike, absolutisht. Faleminderit Bari, faleminderit Bulku, ne do t'jemi sërish në përfundim të dy sfidave të kategorisë parë, Kuksi Skënderbeu dhe Besa Iliria, dhe do t'analizojmë gjithçka që do të ndodhë në këto 90 minuta në të dyja fushat, por sigurisht do t'jemi edhe me intervistat e protagonistëve. Deri atëherë, mirupafshim.